Përshëndetje. Alergjit janë reagime të tepruara të sistemit imunitar ndaj substancave që për shumicën e njerëzve janë plotësisht të padëmshme. Ato mund të shfaqen në forma të ndryshme, nga të lehtat e të bezdisshme deri te reagimet më të forta që kërkojnë kujdes të menjëhershëm. E për të kuptuar më mirë pse ndodhen, si dallojmë dhe si mund t'i menaxhojmë, sot kemi të ftuar alergologun doktor Yll Ahmetaj, i cili do të na shpjegojë gjithçka me qartësi dhe praktik. Me të do të flasim për shkaqet e alergjive, trajtimet më të përdorura dhe këshillat që ndihmojnë në përditshmëri. Përshëndetje dhe mirë se erdhe në podcastin Shëndetën e parë në Telegrafe. Përshëndetje, mirë se vjen. Si jeni? Mirë, faleminderit. Mirë, ju si jeni? Mirë, po besoj që gjitha punët ju shkojnë mirë, mbar, duke ditur edhe pak stinën që cilën jemi edhe për shkak të alergjive, ndoshta edhe ajo ndryshimi ose dallimi jo i duhur i qytetarëve që përballen dhe me viruse, edhe mund t'i ngatrojmë alergji ose kundërta alergjia me virus. Doktor, çfarë janë të vërtet alergjit dhe pse sistemi imunitar reagon në mënyrë të tepruar ndaj substancave të padëmshme? Po. Fillimisht faleminderit për ftesën. Alergjit tashmë janë një problematik në rritje e sipër. Ne vazhdimisht i quajmë ato si sëmundjet e shekullit 21, sepse tashmë vetë se po rriten numra të frikshëm ndaj personave në persona të tjerë, pra në formë të trashëgueshme apo të fituar gjatë jetës. Alergjit në parim janë një sëmundje ku trupi reagon në mënyrë të fuqishme ndaj substancave të cilat ne quajmë substanca alergjenike. Është një hiperaksion ndaj substancave që realisht janë të padëmshme për organizmin, për shumicën e personave, mirë për disa persona të cilët janë të ndjeshëm apo të sensibilizuar, janë pra të dëmshme dhe mund të shkaktojnë reaksione të ndryshme. Reaksionet janë prej më të ndryshmeve dhe duke filluar nga ndryshimet lëkurore, nga format e rrjedhjes së hundës, lëtimit të shtimës, kollitjes, gjithashtu mund të kemi edhe reaksione pak më të fuqishme, të cilat ne i njohim si reaksione anafilaktike apo shoku anafilaktik, i cili është reaksion shumë i fuqishëm alergjik. Doktor thatë që mund të ta quajmë edhe si alergjia, domethënë si sëmundje e shekullit 21. Pse po ndodh kjo dhe a ka ndonjë shpjegim shkencor? Po, ka shpjegime shkencore dhe tashmë është dokumentuar edhe me shumë punime shkencore. Arsyeja pse quhet sëmundje e shekullit 21 është sepse tashmë në këto vite, sidomos në dekadat e fundit, kemi një zhvillim rapid urbanistik. Ndryshim të stilit të jetës, ndryshim të ushqimeve dhe përgjithsisht faktorëve social. Dhe këto kanë çuar që të kemi rritje eksponenciale të faktorëve alergjik. Kurse në urbanizimin e tepruar apo të rritur është që në kohët e sotme vazhdimisht kemi ndryshime strukturore të qyteteve. Ndërtime ose mbi ndërtime, rritje të infrastrukturës rrugore. Dhe këto e bëjnë një lloj domino efekti ta quajmë, ku kemi rritje të objekteve të betonuara dhe ulje të gjelbrimit, ulje të natyrës. Dhe për këtë arsye, trupi nuk ekspozohet mjaftueshëm ndaj këtyre alergjenëve dhe për këtë arsye pastaj kemi një hiperreaksion apo një sensibilizim të organizmit. Gjithashtu edhe faktorët ushqimor i përmenda, pra kemi rritje të madhe ose enorme mund ta quaj të ushqimeve të procesuara apo ultra të procesuara, ku bën një dëmtim të thokt të mikrobiotës dhe për këtë arsye organizmi pastaj është më i prirë të ketë sensibilizim ndaj këtyre ushqimeve. Zakonisht në praktikën tonë shohim fëmijë, domethënë që përballen me alergji të ndryshme, por a mund ta fitojmë këtë alergji edhe një i rritur? Patjetër që po. Alergjitë nuk janë vetëm sëmundje të fëmijëve, sepse është një koncept i gabuar për shumicën e individëve, sepse mendojnë që lind me alergji ose të paktën e ke qysh nga mosha e hershme dhe nëse nuk i ke pas fatin ta kesh në fëmijëri, nuk do ta kesh në moshën madhore. Rrjedhimisht alergjitë nuk njohin moshë, pra mund të shfaqen në çdo moment të jetës, disa më herët, disa më vonë, varësisht prej faktorëve të ndryshëm, duke filluar nga ato gjenetik e ato socio-ekonomik, dhe për këtë arsye të gjitha moshat janë të predispozuara ta kenë reaksion alergjik, sidomos ata të cilët vetë e dinë që në familje kanë alergji. Kështu që mund ta prekin edhe një moshë madhore, një moshë të shtyr, pas një problem sikur një fëmijë të vogël. Alergjitë, domethënë kur shfaqen t'japin siklet, sa i përket rrjedhjeve të hundës, siç edhe shpjegove, skuqje të pjesës fytyrës, apo edhe puthra në të gjithë trupin, varet domethënë çfarë alergjie mund të ketë njeriu. A mund të largohen? Është gjithmonë ajo shpresa që alergjitë mund të largohen vetvetijo, edhe ka koncepte të ndryshme, ka teori të ndryshme, duke filluar nga
shtresa e cila është laike në fushën e mjekësisë, alergjit janë të ndryshme. Rrjedhimisht edhe outcome i tyre apo përfundimi i tyre mundet me dallu për alergjisë në alergji. Ka disa alergji të cilat mund të largohen vetvetiu. Zakonisht hyn ato alergjitë ushqimore me bazë të qumshtit apo ushqimin i qumshtit. Gjithashtu mund të ndodhe që vezët të largohen me kalimin e viteve. Këtë thojnë edhe punimet shkencore, po edhe praktika klinike. Janë pra alergjitë të cilat me kalimin e viteve mund të zbuten apo të eradikohen. Zakonisht mund të ndodhë si pasojë e ose si shkak i përdorimit, edhe pse personat kanë alergji të tillë, prapë vazhdojnë. Të shumt? Jo të shumë, të produkteve? po janë të vetëdijshëm që mund ta përdorin në masë më të vogël, të kenë reaksione, po prapë insistojnë në përdorimin e tyre. E kjo çon në një farë desensibilizimit të organizmit ndaj këtyre substancave, pra të qumshtit dhe të vezëve. Pra, kemi shumë punime shkencore që dokumentojnë një gjë të tillë, që mund të eradikohet me kalimin e viteve ose të paktën të zbutet, mos jap simptoma të njëjta. Po kemi shumë alergji të tjera, të cilat jo vetëm që nuk largohen, po edhe mund të përkeçohen me kalimin e viteve. Alergji tjera ushqimore që nuk largohen edhe mbesen me neve deri në periudhë të caktuar kohore nëse nuk i bëhet intervenime, janë për shembull alergji ndaj kikerekëve. Alergjit ndaj peshkut, alergjit ndaj preparateve ushqimore siç janë mishi i koç ose mishi i bardhë i pulës. Pastaj kemi alergji të ndryshme ushqimore që cilat i përmenda që vijnë prej ushqimeve të procesuara apo ultra të procesuar që sot përdoret më të madhe. Alergjit ndaj kikerekëve të cilat i përmenda në fillim, dinë me dërgu shumë shpejt në reaksion anafilaktike, e që më pas mund të shkojë edhe në shok anafilaktik. Këto janë vdekjepruese, pra janë alergji shumë të fuqishme që mund të kapin në çdo periudhë të jetës, po më të prekurit edhe më të prirrit janë fëmijët e vegjël. Kemi ndëgjuar dhe kemi pa edhe në praktikë klinike, po edhe në raste case reports nëpër universitetet më të mëdha, edhe në spitalet e tyre që fëmijët kanë pësu reaksion anafilaktike qysh në mosha shumë të hershme, pra nga 0, 1, 2 e tjerë. Edhe jo vetëm nga konsumimi i tyre, sepse fëmijët nuk i konsumojnë kikerekët, po ka ndodhur që edhe familjarët e tyre që kanë konsumuar kikerek ose për produktet të tyre, vetëm me puthje apo me prekje në sipërfaqe të lëkurës së një fëmijë cili është sensibilizuar, ka aktivizuar saksisht, ka aktivizuar një reaksion alergjik që ka qenë anafilaks dhe fëmiu ka ndodhur që ose ka humb jetën ose ka qenë në një gjendje shumë të rëndë të shokut alergjik. Gjithashtu alergjit mund edhe me u tjetërsu, pra me u ndryshu forma e tyre atopike. Fillojnë për shembull si ekzem tek fëmijët e vegjël, pra ndryshime lëkurore, po me kalimin e vitit, pra nuk kemi më ekzem, po kemi ndryshime atopike, ne e njohim si migrimi atopik. Pra mund të kalojnë në ndonjë rinit alergjik, mund të kalojnë në ndonjë astëm alergjike në të ardhmen, po të mos shfaqet sikur në formën fillestare që është shfaq. Pra alergjit nuk kanë ndonjë definicion të saktë se çu ka më na vazhdu periudha manifestimit të tyre. Mirë po e kemi një database të qartë se cilët alergjen shkaktojnë çka. Dhe në këtë formë mundemi me përcjell pak a shumë rrjedhën e tyre dhe mënyrën më të mirë për trajtim. A ka pasur raste nëse një fëmijë ka qenë alergji për shembull produktet e vezës dhe pas disa vitesh ajo vetëse ka kaluar pa përdorimin e saj dhe mund të rikthehet? Po, definitivisht po. Kemi raste kur pacientët deklarojnë ose deklarativisht thojnë që kemi pas alergji në vezë, madje kanë hezituar edhe në marrjen e vaksinës së MMR, sepse në bazë strukturore të saj ka edhe përmbajtje të proteinave të vezës së bardhë. Me kalimin e viteve nuk është shfaq në atë formë, pra pacientët thonë që kemi konsumuar vezë dhe produkte me vezë, nuk kemi pas probleme. Por gjatë moshës madhore, ose ne i njohim si alergjitë e dekadës së tretë, pra mbas moshës 30 vjeçare ka ndodhur që prapë është shfaqur një alergji në formë ushqimore, sidomos edhe ndaj vezës. Për këtë arsye nuk është asnjë një garancë plot që nuk do të rikthehet alergjia, mirë po, me detektimin e hershëm të problematikës dhe me trajtim të hershëm, gjasat janë shumë më të mira që të mos rikthehen se so ato të cilët nuk e kanë ndonjë bazë të qartë të problemit tyre. Sakt. Si ndikon mikrobioma e zorrëve në zhvillimin e alergjive dhe a është probiotiku një zgjidhje reale? Realisht kjo është një ndër pyetjet më të mira që mund të bëhet, sepse mikrobiota është diçka të cilët shumë pak e dinë, shumë pak e vlerësojnë dhe mendoj që është një ndër temat më të nënvlerësuara të momentit. Mikrobiota për publikun pikërisht duhet me ditë se çka është mikrobiota. Janë ato bakterit e mira, friendly bacteria që thojnë ne, të cilët reziduojnë dhe shumohen në traktin gastrointestinal. Pra në zorrën e trash, zorrën e holl, madje kemi edhe mikrobiota edhe prej gojës, cila fillon. Dhe të gjitha këto janë regjisori, mund ta them ashtu, i një filmi të metrazhit gjatë.
Filmi metrazhi gjatë është ajo jeta e personit. Dhe regjisori i tij është pikërisht mikrobiota. Studimet e fundit e tregojnë që mikrobiota është jashtëzakonisht e rëndësishme jo vetëm tek sëmundjet alergjike, por në mbarvajtjen edhe të shëndetit mendor, edhe të sëmundjeve kronike, edhe të kancerit. Të gjitha e kanë një bazë fillimisht nga mikrobiota e dëmtuar, apo nga leaky gut, apo shqip ta themi zora që rrjedh. Tash sa është e rëndësishme mikrobiota? Është jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë gjithmonë them, duke u nisur nga vetja, gjithmonë them që mikrobiota, pra bakteriet e mira të cilët rezidojnë në traktin gastrointestinal, në traktin tretës, duhet t'i kultivojmë, t'i mirëmbajmë dhe mos t'i dëmtojmë. T'i kultivojmë me si, pra ju përmendet probiotikët. Probiotikët janë jashtëzakonisht të rëndësishëm. Kemi probiotik artificial, që është mënyra, ta themi, më e lehtë për t'i siguruar. Përmes suplementeve. Përmes suplementeve, pra të gjithë personat, pa marrë parasysh a kanë alergji apo jo, mund t'i sigurojnë në secilën farmaci. Zakonisht bëhet fjalë për bakteriet e quajtura lactobacillet, të cilat kanë një numër specifik në varësisht nga prodhuesi, por unë i rekomandoj shumë edhe probiotikët natyral, të cilët ne fuqishëm i diskriminojmë. Pra bëhet fjalë për ushqimin. Tash ku mund të mirën? Ato mund të mirën nëpërmjet kefirit, mund të mirën nëpërmjet produkteve të shumtit të fermentuar, mund të mirën përmes lakrave. Po nuk është që e konsumojmë shumë kefirin. Nuk e konsumojmë shumë. Ka ose filluar shumë tash, pak e njohen. Tash ka filluar me hyrë në trend këto vitet e fundit. Po nuk e njohin shumë kefirin. Sepse edhe prodhimi i saj është i veçantë se si bëhet. Është shumë i veçantë edhe tash është një problem aty. Problem po e quaj kushtimisht. Është vështirë të mbahen ato bakterie të gjalla. Është vështirë. Për atë arsye ndahen probiotik dhe prebiotik. Prebiotik janë ushqim që ne dërgojmë për bakteriet që tashmë i kemi të mira në zorë. Në mënyrë që ti shumojmë neve dhe t'ju. Ose ajo forma tjetër që i marrim të gatshme, po është pak problematike për secilin prodhues që më mirë mbajt ato probiotik deri në fazën finale të prodhimit. Pastaj varet edhe shumë se si ruhen ato produkte. Për shembull, kefiri ka shumë rëndësi, markete. Tash saktësisht, ruhen në temperaturë optimale. Nëpër markete disa prej tyre janë, ta themi, premium dhe i ruajnë jashtëzakonisht mirë, po ka markete tjera që i lojnë në kushte të tmerrshme. Ose nuk u a din rëndësinë e mirëmbajtjes. Po nuk e din se e shohin si një lloj jogurti i tharpt ashtu e konsumojnë. Po nuk e kanë idenë që kefiri është jashtëzakonshëm. Kefiri mundesh me bëllën shpe. Po. Mundesh vetëm me marr të probiotik të gatshëm, edhe pastaj me vendosur një jogurt apo ndonjë kos, me i lënë disa ditë me u fermentuar me konsum. Lakra është e jashtëzakonshme si probiotik. Tash është edhe sezoni i turshive, po bëj kështu pak shaka, po në konsumimin e tyre jashtëzakonisht shumë e ruajnë. A mund të ketë edhe rasoj kuq? Po patjetër. Është përveç se shumë i pasur me vitaminë C. Është koha e rasojit dhe lakrës. Definitivisht po. Lakra njihet si njëra ndër super ushqimet, superfoods në gjuhën angleze. Arsyeja pse quhet super ushqim është që pikërisht jo vetëm që e mbron mikrobiotën dhe shumë mënat, po i mbyll edhe hapësirat mes zorëve, të cilët tashmë në teorinë e re është ajo leaky gut, pra zorat që rrjedh. Është teoria që nga zora rrjedhin toksinat në gjak. Dhe për këtë arsye ndikon në sensibilizimin e organizmit ndaj alergjenëve, të cilat i përmendëm më herët. Pra këto janë vetëm në fazat fillestare të studimeve, po praktika klinike demonstron një gjë të tillë, pra na tregon që me të vërtetë kemi persona që kanë zorë të ndjeshme, kanë mikrobiotë shumë të dëmtuar. Pastaj lakra është dëshmu që bën një farë shtrese në brendësi të zorës. Ashtu ka dhe forma si mbështjellës. Saktësisht është pak fati i natyrës, si universi me qytet ashtu. Dhe për këtë arsye ndihmon jashtëzakonisht në ruajtjen e mikrobiotës. Po në anën tjetër, përveç kultivimit të mikrobiotës që e përmendon më herët, duhet të përmendet edhe mos dëmtimi i mikrobiotës, diçka që ne e bëjmë çdo ditë, duke filluar nga ushqimet që i konsumojmë. Ushqimet me sheqer të pastër, ushqimet me yndyrë të rafinuar apo të parafinuar, ushqimet vajore, pastaj ushqimet e procesuara, ultraprocesuara, krejt ato kanë me dëmtu mikrobiotën. Një ndër fakte tjera që e shkatërron mikrobiotën, edhe kena me pas pasojat edhe më vonë, është përdorimi pa kontrolluar i antibiotikëve. Unë dëgjoj vazhdimisht me pacientëve edhe që kanë vetëm alergji, ndoshta nuk kanë asnjë arsye për ta përdorur antibiotik. Përdor antibiotik në mënyrë instinktive, sepse janë të bindur që antibiotiku është vetëm një formë që këta e kalojnë problemin. Sepse dhe ato shiten pa rekomandim ndonjëherë në farmaci. Fatkeqësisht po, edhe pse ka fillu ka pak me u rregullu çështja ligjore, ka farmaci që janë të pandërgjeshme në kuptimin e shitjes antibiotikëve, po në far formë është një thik me dy teha, sepse pasojat do të shqihen shumë më vonë, personat nuk e kuptojnë që nuk është esenca vetëm sot për sot sa e marr antibiotikun, po flasim për vitet në vjem. Pastaj është rezistenca antimikrobike që është problem tjetër. Po shkatërrimi total i mikrobiotës më shpesh i ka më ndodh për shkak të përdorimit të pakontrolluar të antibiotikëve, sepse antibiotiku, sidomos ato të cilët janë me spektra të gjerë veprime,
i dëmtojnë edhe bakteriet e rëndësishme dhe të mira. E tash faktorët alergjik kanë me u shpërfaq. Kjo është edhe një ndër arsyet kyçe pse alergjitë nuk e urrit. Prandaj dhe themi që në një të ardhme nuk do të ketë efekt antibiotiku në organizmin sepse krijon imunitet. Realisht veç se jemi në atë fazë. Shumica e mjekëve të mirë, pacientëve ju kërkojnë që ta bëjnë një antibiogram. Po ta shohin se cilët antibiotik mund t'i përdoren. Dhe mund t'i shihin edhe në rezultate statistikore, sidomos Kosova qëndron frikshëm në aspekt të abuzimit me antibiotik, mund ta shihni që secili person i cili e bën antibiogramin ka me pas rezistencë në të paktën 20-30% të antibiotikëve. Të paktën. Kam pa raste kur kanë qenë rezistent në gjithë antibiotikët. Dhe praktikisht i po tregon që nuk mundesh me përdor asnjërin për antibiotikëve që jemi në treg. Po në momentin kur kemi infeksion të rënd edhe kemi patjetër nevojë për antibiotik, çush ja bën. Po detyrimisht e kemi mbyll çdo hapësirë për përdorimin e antibiotikëve. Për këtë arsye nuk përdor antibiotikët vetëm për shkaqe simptomatike të thjeshta. Duhet të përdoren aty ku ka nevojë. Është një farë etape që kalohet për me u vërtetuar se a ka nevojë për antibiotik apo nuk ka nevojë për antibiotik. Personat edhe pse ndërgjegjësia mjekësore po rritet, në Kosovë vazhdimisht e vrej që nuk kanë ide pse po përdoren antibiotik. Pra përdoren edhe në infeksione virale. Përdoren në infeksione alergjike. Mendova në rastet ku kemi alergji të shprehur. Pra në gjitha këto përdoret, po nuk ka nevojë me përdor antibiotiku aty. Faktikisht e vetëm po bën dëm dhe po e lën veten me pamundësi zgjedhje të antibiotikëve në të ardhmen. Kështu që është një ndër arsyet pse dëmtohet mikrobiota është edhe përdorimi i antibiotikëve. Kur jemi tek barna, tek ilaçet, që i them unë, pyetja më e zakonshme e mjekëve, sidomos mjekëve familjar, është a jeni në ndonjë barn alergji? Patjetër. Po, domethënë sepse edhe barnat krijojnë alergji në trupin tonë. Edhe zakonisht përgjigjen time e jap në penicilin. Nëse je në penicilin. Po, penicilin sepse jam alergjik në penicilin. Alergjia në penicilin. Ma shpjegoni pak këtë pjesën e barnat. Barnat, si shumë alergjentë të tjerë dhe barnat hyjnë në alergjentë të rrezikshëm dhe të cilët njihen si shkaktar i reaksioneve anafilaktike dhe shokut anafilaktik. Është një problem i vogël, mund ta them aty, sepse nuk ka asnjë mjek në botë i cili mund ta parashikojë një reaksion në medikamente. Nuk mundesh me e ditë sepse ka raste që nuk ka reaguar asnjëherë pacienti për një moment specifik. Reagon një imunoregulacion i gabuar dhe mund të shkaktojë një reaksion alergjik, pikërisht në barnat të cilët pacientët i kanë përdorur ndoshta disa herë më parë. Alergjia që ne përmendet në penicilin, njihet si alergjent ose faktikisht reaksionet alergjike më të fuqishme medikamentoze. Dhe shpesh nëse jepet edhe në rrugë parenterale, pra me anë të injeksioneve apo rrugëve intravenoze, din me reagu shumë shpejt dhe shumë ashpër. Nevojitet që të reagohet me antishok terapi në sekondat e parë, sepse 2-3 minuta janë shumë të mëdha në reaksionet e tilla, kështu që fakti që ti e den që je alergjike në penicilin është një bonus shumë i madh për ty, dhe në një farë forme ta kesh me vërejtje që potencialisht mund të reagojë edhe me disa ilaçe tjera të grupacioneve të njëjtë, pra të antibiotikëve. Kështu që mirë është me pas informacion të saktë rreth alergjive që i kemi. E përmende a pyetin mjekët a i alergji. Shumica mjekë, mos më thonë gjithë. Po. Tash ka përjashtime sporadike sepse zakonisht bazohen në eksperiencë dhe nëse edhe në raste kur nuk pyesin, është shumë mirë që vet pacienti ti tregojë që është alergji në këtë produkt apo në këtë barn. Ajo është jetë shpëtuese. Nëse pacienti ka pas reaksione të mëhershme alergjike, çfarë do qoftë, edhe nëse nuk ka pasur medikamente, është mirë që mjekun përkatës me informu. Nëse jam alergjik, kam alergji, edhe mjeku pastaj në nënvedijen e vet e kupton që mundet me reagu paciente, edhe zakonisht mjekët, me të vërtetë i kemi shumë të mirë, kërkojnë që më bëjë testet alergjike. Në çfarë do? Duke filluar nga anestetikët, duke filluar nga antibiotikët, e s'po flas më në pneumoalergjent apo ambienti jashtëm edhe ushqimet. Kërkohen sepse janë metoda diagnostike që mund të bëhen, tek ne i bëjnë pas një problem, duke filluar nga Universiteti i Prishtinës, po në klinike në universitet. Po aty bën testet e alergjisë në alergologjia. Në alergologji, klinikën e alergjisë, po bëhen edhe testet në medikamente, edhe bëhen shumë saktë dhe shumë mirë. Kemi parë disa teste të nutricionistëve që i bëjnë në klinika private, a janë të sakta? Të nutricionistëve e fjalën për intolerancën apo? Po, për intolerancën ushqimeve. Tash te intoleranca kemi pros edhe contras, domethënë ato cilët e favorizojnë testin intolerancës, ata që nuk e favorizojnë testin. Unë personalisht mendoj që duhet të di se çfarë testi po bëhet, sepse në tregun tonë, po në tregun global ekzistojnë forma të ndryshme të testimeve, duke filluar nga fijet e flokut e deri tek imunoglobulinat apo testi gjenetik. Testi gjenetik është testi më i saktë,
sepse me të vërtet po testi gjenetik i intolerancës zakonisht bëhet në produkte të qumshit dhe në gluten, sepse produktet intoleranca ndaj qumshit është shumë e shprehur, varet nga shkolla, por shumë e shprehur, dhe intoleranca në gluten mund të çelë në sëmundjet si celiakia, pra inflamacioni kronik i zorëve, dhe këto janë probleme që pacientët i maltretojnë me vite. Nuk kanë ide se çka po ndodh, sepse në analiza nuk del asgjë keq. Bëjnë gastroskopia del mirë, vetëm nëse ka pas morbus Crohn ose ndonjë inflamacion kronik që me të vërtetë dëmtu ato mikrovilet dhe është dëmtu mukoza e zorëve, vrejnë nga mjeku gastroenterolog, pa ata që vetë se kanë filluar me pas simptomat e para është pak probleme u vrejt. Tash sa janë të sakta, sa i përket saksisë janë të sakta, sa i kanë kredibilitet, ajo sot e kësaj dite debatohet. Unë personalisht testin me gjak IgE ose faktikisht me anë të IgG-s, imunoglobulinës G, dhe me testin gjenetik i besoj bajag e mirë, sidomos testi gjenetik. Tash nëse ke skepticizëm, ke të drejtë me pas skepticizëm, patjetër, sepse testet në intolerancë, testet alergjike kanë dallim substancial në anë tjetrës. Dhe shumica e pacientëve nuk e kuptojnë ose nuk e dinë dallimin. Mendoj që testi alergjisë e testi intolerancës është praktikisht i njëjtë. E thonë punë kom bota testin e alergjisë në ushqime, më ka dalë në shumë ushqime alergjik. Kur është ishur është që është bot testi intolerancë faktikisht. Edhe ti nuk faktikisht duhet me gjithë rrugën më të lehtë me asnjë pacienti. Teste në klinikën e QKUK-s? Fatkeqësisht momentalisht nuk bëhen, jo për shkak të mungesës profesionale, por për shkak të mungesës së aparaturës të reagencave, po përndryshe secili alergolog në Republikën e Kosovës i njeh mirë këto fusha dhe din mi bë këto teste. Kështu që varësisht pastaj prej objektet, mund ta them ashtu, ose institutit ku ti orientohesh, po fatkeqësisht momentalisht nuk bëhen, po besoj që në të ardhmen të afërt kanë më bëjë çeta. Doktor, personalisht kam dëgjuar që dhe jam çuditur me alergji ndaj mollës. Ndaj mollës? Mollës, po. Na tregoni nëse keni hasur në ndonjë alergji të çuditshme si kjo që un jam çuditur faktikisht. Po. Molla faktikisht është alergjen ose ushqim alergjenik shumë i shprehur. Po pacientat nuk kanë hasë në shpeshherë dhe kur e ndëgjojnë duken pak kështu të dyshemt në atë që po e ndëgjojnë. Po alergjia ndaj mollës njihet edhe testohet ndaj saj. Jo vetëm ndaj mollës, por ndaj shumë frutave të tjera, ndaj pjeshkës, ndaj drezës, ndaj frutave arror, ndaj frutave melons, domethënë bostani, pjepra këto testohen. Edhe kivi. Edhe kivi, domethënë kemi grupacion të madh të panelit alergjik ushqimor. Molla është për atyre të çuditshmeve sepse molla është gjithsesi e konsumuar edhe nuk ndëgjohet. Mos e kemi kryesisht në çdo stin. Zakonisht është e vërtet. Atë që kam vrejt unë edhe që kemi parë në punime të shumë të shkencore, të cilat i kemi bërë edhe ne, po edhe kemi lexuar në faktikisht në faqe të ndryshme universitare, tregon që ata që kanë alergji në fruta, edhe në mollë, kryesisht në mollë, kanë potencial që me pas një crossover allergies, ose ta themi shqip alergji të kryqëzuar me polene. Zakonisht duhet me e përcjell në formë të tillë. Nëse ka alergji në fruta, sidomos në mollë, do të pak më përcjell alergjit në polenë dhe me atë që kam pa unë me këto vite përvojë. Lidhen. Zakonisht alergji në polenet pranverës ose në polenet të verës, po kryesisht pra i kemi alergjit të ndërlidhshme njëra me tjetrën. Pastaj ka alergji në çajin e kamomilit. Kur është pacienti ka shumë alergji në polene, sidomos në polenin e kamomilit, pra rrjedhimisht po lidhet njëra me tjetrën. Ose lidhet se është lule ajo. Po, sa i përket alergjive të çuditshme, alergji të çuditshme ka shumë. Tashmë në rritje sipër janë alergji ndaj të ftohtit apo të ngrohtit. Pra pacientët në momentin që ekspozohen ndaj temperaturave të ulta kanë një urtikarje të gjeneralizuar, pra skuqje të trupit në mënyrë masovike dhe kjo shëson fort. Në momentin që dalin në erë të ftohtë, në fine dhe thonë kemi ndryshime lëkurore. Është e kundërta mund të jetë edhe me të ngrohtin ose me diellin. Pacientët kthehen nga bregdeti. Dhe në momentin që kam dalë në diell, të çet shumë ka bë trupi dhe ti tregon pra ato ndryshime lëkurore. Alergji të çuditshme ki shumë, për shembull është një lloj rriçere që momentalisht nuk po më kujtohet emri se cili e ka pas, po në mas piskimit të asaj rriçere, pacientët kanë alergji në mishin e kuq. Pra kur pa pas marrë atë alergji, formohet ajo alergjia në mishin e kuq. Është alergji shumë e rrallë, po ekziston. Ka alergji ndaj ujit. Jo në formë të konsumimit, edhe pse disa raste klinike, case reports janë ka pas edhe në konsumim, po zakonisht kur kemi spërkatje të trupit me ujë, tash varësisht prej temperaturës ftohtë apo ngrohtë, mund të më shkaktojë një lloj rash apo një lloj urtikarje të gjeneralizuar. Por thonë pak më të çuditshme që edhe në praktikën klinike nuk shihen shpesh, po ekzistojnë.
Kam has në alergjit e kivit, në alergjit e erës së detit në bashkëveprim me diellin, dhe pas larjes në det, komplet trupi kuq, kam has dhe në këto alergji. Po me të vërtet tek uji nuk, do të thonë më e çuditshme tash, iku molla, erdhi uji. Po them, molla duket e çuditshme kur përmendim të tjerët, del më e sepse uji është burimi i jetës. Është burimi i jetës, është vetëm ajo pastilën. Nuk janë ajri uji. Po, ajri dhe uji, po ka raste të tilla, këta pacient zakonisht i nështrohen një trajtimi rigjid, sidomos tashmë në Amerikë edhe në Europë, edhe tek ne po përdoret terapia biologjike, imunoterapia, po në këtë rast terapia biologjike është ajo që e shpëton pacientin nga këto reaksione. E mira është që reagon shumë shpejt dhe efektet janë shumë të forta. E keqja është që terapia biologjike nuk e shkakton shërimin e plot, po i ndërpren vetëm ato pathways, ato rrugtimet në aspektin e shtigjet e interleukinave dhe përgjigjeve imunitare që jep organizmi. Momente që ato ndërpriten, pra nuk kemi reaksion alergjik, po pacienti është i varur pastaj për një periudhë afatgjate dhe sa mund të jetë në remision total, nuk ka dhëna klinike momentalisht, po mund të shkojnë nga disa muaj në disa vite. Po prapë nëse rikthehen prapë i nështrohen ose i rinështrohen këtyre terapive, të cilat tashmë janë e ardhmja e mjekësisë. Po cilat alergji janë më të shpeshta në vendin tonë dhe me cilat klinika përballet? Unë kam pas fatin me qenë pjesë e një programi shumë të madh global që është quajtur Global Asthma Network. Ka qenë faza e tretë e studimit dhe ka përfshirë Kosovën, ka marrë pjesë drejt për drejt në koleksionimin e dhënave në shkolla fillore, grupacionet e moshave 13-14 vjeçare, dhe në fund kemi ardhur me disa statistika interesante që edhe sot përdoren. Tek ne, ato të cilat predominojnë janë pneumoalergjent, pra alergjent të ambientet e jashtëm. Kryesisht polenet, nga drojt e lartë, nga barishtet, mund të jetë nga thekra, pastaj janë edhe polenet e sinës së vjeshtës, janë ato të cilat predominojnë me përqindje më të madhe, diku rreth 30%. Pra është ai grupacioni tek ata. Si manifestohen? Zakonisht manifestohen sikur ftohja. Pra, lëtimi i syve, rrufana në gjuhën shqipe, po. Lëtimi i syve, tështima, kollitja, kruarja e veshëve, shpesh edhe pengesa me frymëre, varësisht prej shkallës së nivelit të alergjisë. Në raste sporadike kemi ndryshime lëkurore, pra skuqje në formë të urtikaris apo të rashit, po kryesisht manifestohen në formë vazomotorike, pra lëtimi, tështima, kolla janë pak më të shprehura. Derisa nuk ka temperaturë. Momenti që ka temperaturë mund të anojmë nga viruset. Pra, temperatura është një indikator kogja i mirë i ndallimit mes reaksioneve alergjike dhe infeksioneve virale apo bakteriale. Faktikisht reaksionet alergjike nuk e pararrisin temperaturën. Pa më parasysh sa i fortë mund të jetë reaksion alergjik. Ndërsa infeksionet virale dhe bakteriale, sidomos në manifestimin e hershëm, shfaqen me temperaturë të ngritur. Tash varësisht për organizmin në organizëm, mirë po në momentin që hyjmë mbi 37.5 gradë Celsius, pra ajo më nuk është alergjik. Neve na tregojnë që faktikisht mund të kemi me një viroz edhe ose ndonjë infeksion bakteriale, pastaj kërkohet edhe analiza shtesë, kryesisht fillojmë me hemogram CRP, nëse kemi nevojë të shohim edhe forma të ndryshme të diagnostifikimit. Kështu që është një farë lloj diferencimi goxha mirë që edhe prindërit në shtëpi ose vetë familjarët mundën me bëu fillimisht me ditë diferencimin mes alergjive dhe infeksioneve të tilla. Si popull njihemi për sterilitet, pastërti, nëna tona kanë dëshirë që çdo gjë të jetë sterile në për ambientet tona ku jetojmë, po ashtu edhe te kompanitë që punojmë apo institucione shtetërore që qytetarët punojnë, por edhe në përkopshte. Po. Të më thënë, duam që të jetë një ambient i pastër, steril, komfort për gjithë fëmijët tanë. Po çfarë roli luan steriliteti, apo a jemi shumë të pastër në atë kuptimi që mos të predispozohemi tek alergjitë? Është pyetje shumë e mirë dhe pikërisht hyn tek ato problematika të shekullit 21, që po e themi ne. Tashmë teknologjia e pastrimit është jashtëzakonisht e rritur. Kemi nga fshesat me fuqi të mëdha e deri tek pastruesit e ajrit, cilët i përdorin në ambientin. Te ato robotat e vegjël. Vazhdimisht po avancojmë në aspektin e pastrimit, por kjo është e përmenda më herët termin thik me 2 E mirë është në aspektin infektiv, pra gjasa që me psu infeksione bakteriale janë shumë të vogla, thuajse inekzistente. Mirë po, unë e përmenda më herët mikrobiota, pra flora normale bakteriale, e cila gjendet në trupin tonë, kryesisht në traktin gastrointestinal, e që patjetër duhet me u sprovu. Neve na vjen sprov. Organizmi jonë është gjithmonë në rritje sipër, në zhvillim sipër. Sistemi imunitar është një oqean vete. Nuk keni idenë sa preparate ose sa
molekula ekzistojnë në organizmin tonë, sa interleukine, sa cytokine, të cilat punojnë çdo sekond në mënyrë që të organizmi jonë të jetë perfekt. Mirë, me qenë sa më perfekt, po që ashtu duhet të sprovohet. Është një sikur një ushtrie ta marr. Ushtria e kalitur me luftë dhe ushtria e pa provuar më herët. Një ushtri e kalitur është shumë e fuqishme, sepse është sprovuar më herët. Ne në Kosovë, unë përshë sidomos në qytetet urbane, pra në Prishtinë kryesisht ose në vendet më të zhvilluara, kemi rritje jashtëzakonisht të madhe të faktorëve pastrues në shtëpitë ose në ambientet ku jetojmë dhe punojmë. Pastërtia e tepërt, sidomos tek moshat infantile ose tek fëmijët e vegjël, në një farë forme ka me na dërgu ose ka probabilitet të madh që të na arrisë rrezikun për sëmundje allergjike në të ardhmen. Punimet shkencore dëshmojnë një gjë të tillë. Fëmijët të cilët nuk janë ekspozuar mjaftueshëm ndaj tereneve mikrobiale kanë gjasa shumë të mëdha që në të ardhmen të kenë predispozita allergjike, sidomos alergji ushqimore. Fëmijët të cilët nën moshën 2 vjeçare kanë përdorur antibiotik. Kanë gjasa shumë të mëdha që të kenë reakcion allergjike në të ardhmen. Pra, për shkak të dëmtimit të mikrobiotës, njëra është mos adaptimi i mikrobiotës, tjetra është dëmtimi i mikrobiotës në kushte të paarsyeshme, sepse kur kemi arsye për përdorimin e antibiotikut, normalisht që duhet të përdoret, sepse aty vendosen gjërat në peshore. Ta themi, a kemi nevojë për këtë antibiotik këtë moment? Po, sepse kemi infeksion bakterial, dihet se çfarë lloj bakterie ka shkaktuar infeksionin dhe mos përdorimi i antibiotikut në ato raste mund të çojë në rreziqe momentale akute. Nuk kemi kohë me mendu për në të ardhmen. Por është edhe kjo pjesa që tek fëmijët sidomos, në momentin që ne i mbajmë në shtëpi me atë sterilitetin që tregova pastërtin, në momentin që i ekspozojmë në ambiente të jashtme apo në kopshte, do të kemi menjëherë rruf, viruse, fëmia im po sëmuret, fëmia im nuk po ambientohet siç duhet në kopsh pasi po mbien që të moni sëmur. Mos janë këto ato predispozitat që ndikojnë tek fëmia, ato bakteriet, mikrobet e vogla që ai nuk i ka pas në shtëpi, mirë po menjëherë ja afekton? Po tash, kjo është ajo që duhet jetë, sepse neve na nevojitën këto infeksione. Ne mundohemi maksimalisht që me rujt fëmijën që të mos smuret, të mos ketë infeksione. Por, ekspozimi në natyrë, ekspozimi në ambiente kolektive, si që janë shqertat ose parashkollori, të gjithë prindërit deklarojnë që fëmiu po smuret vazhdimisht në ekspozim në ambiente kolektive. Edhe kjo është në mas, kjo është në mas në fillimet e tyre. Por është përgjigje normale imunologjike, është përgjigje domosdoshme imunologjike. Fëmijët duhet të adaptohen, edhe pse është e lodhshme për prindërit. Unë prind jam vetë lodhem kur fëmiu jem smuret, edhe smuret shpesh me momentin që e kam dërguar. Sigurisht, është pjesa e kohës ku je duke punuar dhe nuk ke kohë që të merresh. Kur e kam dërguar në qerdhe, e kam ditë që do të smuret pak më shpesh. Tash varësisht pe përgjigjes imunologjike, varësisht sepse imuniteti dallon nga fëmiu në fëmijë. Disa janë pak më të fuqishëm, po e quaj ashtu thojza, i rezistojnë pak më shumë simptomatologjisë virale. Disa pak më shpesh, po prapse është e domosdoshme. Luajtja e fëmijës në natyrë është e domosdoshme, madje është e patjetërsueshme. Fëmijë duhet të ekspozohet ndaj papastërtive organike. Pra, luajtja në tokë, luajtja në balkë, luajtja në gjelbrem, është e domosdoshme. Shumë mirë e thënë fillim podcastit, domethënë kemi infrastrukturë të tmerrshme, kemi ndërtime shumëta, cilat po e mbulojnë sistemin tonë natyror, po e mbulojnë tokën, nuk ka më gjelbrem ose ka dhe shumë pak. Nëse bëhet një rrugë aty 2-3 pemë nuk mjaftojnë. Nuk mjaftojnë as pak. Pemt janë faktikisht organizmi i patjetërsueshëm i planetit. Pra nuk mund të zëvendësohen. Dhe mungesa e tyre, sidomos në vende urbane, pasojat do të jenë eminente. Nuk keni idenë se çfarë dëmi do të bëhet në një vend urban i cili nuk ka gjelbrem. Tashmë vetë se kanë fituar me u pasojat. Ju e përmendat edhe më herët, në Kosovë po rriten rastet, rriten vazhdimisht, edhe do të rriten edhe më shumë. Sepse fëmijët, sidomos në zona urbane, nuk kanë as pak kontakt me gjelbrimin, nuk kanë as pak kontakt me ushqimet organike, dhe këto kanë me çuar në probleme të më të jashtme. Kështu që shkatrimi i florës, sidomos në qytetin e Prishtinës, po edhe në qytete të tjera të mëdha në Kosovë, ka më dërguar në probleme të më të jashtme, të cilat për momentin tashmë nuk duken shumë të rëndësishme, po në 10-15 vite të ardhshme kemi një Kur jemi tek Prishtina, kur jemi tek qytetet urbane të mëdha, sidomos kemi edhe termocentralet.
A ndikojnë ndryshimet klimatike dhe ndotja në rritjen e alergjive sezonale? Tashmë kjo është e dëshmuar edhe në aspektin shkencor edhe me punime shkencore, të cilat janë bërë nga gjithë bota. Ndryshimet klimatike se janë të dokumentuara. Stinët, kryesisht stinët alergjike, po i quajmë ashtu, pra pranvera, vera, janë duke ndryshuar në aspektin kohor. Pra kemi pranverë të hershme tashmë dhe pranverë të vëndshme. Kemi verë të hershme, verë të vëndshme, dhe kjo zgjatje ose stërgjatje e stinëve si pasojë ndryshimeve klimatike, po çon në ekspozim më të madh të alergjenëve dhe në këtë rast të simptomave alergjike. Ndryshimet klimatike, termocentralet, ndotja prej makinave, ndotja që cilët ja bëjmë vetvetes me përdorimin e thëngjillit në aspekte vetanake, që tek ne është një problem kaq i madh. Krejt ato kanë për shtëpitë e ulta. Shtëpitë e ulta zakonisht tashmë. Unë e kuptoj arsyeën pse, sepse është një ndër format më të lira për përdorim, po këta persona që të përdorin thëngjillin në forma masovike, pika e parë po e rrezikojnë vetveten dhe familjen e tyre, e më pas edhe rrethin ku ata ekspozojnë shoqërinë. Edhe pse me sa e di është rregulluar tashmë edhe çështja ligjore e kësaj, po pa marrë parasysh në vende nuk po ndryshon. Dhe për këtë arsye problemet kanë më vonë. Sidomos te personat të cilët janë të prirur pas reaksion alergjike, po sidomos tek ata të cilët vetë kanë astëm bronkiale apo astëm alergjike. Ndotja ore kjo e përkeqëson jashtëzakonisht shumë statën e tyre dhe detyrimisht ata hospitalizohen. E kanë goxha të vështirë të trajtohen. A është vështirë trajtimi i tyre? Është problematik, sepse është ose të paktën kërkohet trajtim afatgjatë. Diagnostifikimi sa më i hershëm i këtyre problemeve, aq më lehtë do të kalojnë apo do të zbuten. Mirë po tek personat që kanë astëm bronkiale kronike ose astëm alergjike, detyrimisht të kërkon një trajtim të thokët, të fortë edhe të saktë, në mënyrë që të minimizohen rastet edhe ata të cilët vetë janë diagnostifikuar të trajtohen. A ka kohë trajtimi apo nuk njeh kohë? Nëse po mendon atë kuptimin, a ka kohë? Sa kohë herët mund të më fillua, po? Jo, sa kohë mund të trajtohet një person që ka një alergji të rëndë apo të lehtë? Sa është perioda kohore? Sa më e rëndë që të jetë alergjia, as më e gjatë është fusha e trajtimit. Tek personat që e kalojnë në aspektin sezonal, pra deklarativisht tonë që kanë problem pranverën edhe verën, po vjeshtën edhe dimrin nuk kanë probleme, këta janë më të lehtë të menaxhueshëm, pra është më lehtë trajtimi i tyre. Po personat që tashmë vetë se kanë kaluar në një gjendje kronike, pra e përmendëm astmën, po i përveç astmës janë edhe ato reaksionet rekurrente apo reaksionet e shpeshta anafilaktike, duhet trajtim pak më i thellë dhe gjasa që ata me e eradikun në formë totale problemin e tyre, është pak i vështirë, jo i parritshëm, po është pak i vështirë dhe na nevojitet një kohë më të thellë ta themi të trajtimit. Cilat janë disa nga sinjalet që tregojnë se një alergji e thjeshtë po kthehet në diçka më të rrezikshme? Pyetje shumë e mirë. Të gjitha alergjitë nuk fillojnë asnjëherë kështu fuqishëm, përveç atyre që flasim në reaksione momentale anafilaktike. Shumica e personave të cilët i kanë alergjitë e përkeqësuara zakonisht i kanë neglizhuar për një kohë të gjatë. Kanë filluar në një formë të lehtë nga fëmijëria hershëm, mund ta themi, me lëtim, të shtima, kollitje, probleme sporadike të frymëzënies, po të cilat i kanë neglizhuar. Dhe me kalimin e viteve, simptomat alergjike në kësaj raste vetëm përkeqësohen. Dhe nga një alergji pa trajtuar mund të kalojë në një astmë alergjike. Dhe momentin pastaj që kalon në një astmë alergjike, është të lashtë me këty në pikën 0. Është diçka që kemi mujt me bë prej fillimit, por në momentin që kemi arrit në fazën terminale apo të fundit, është pak e vështirë me u kthy në pikën 0, edhe pse nuk është e pamundur, po e them prapë. Po diçka që na kishte marrë ndoshta mund të themi muaj, tashmë na merr vite. Edhe për këtë arsye, unë gjithmonë rekomandoj që momentin që diagnostikohemi me alergji apo keni probleme të tilla, është mirë që çush herët me i eliminu këto probleme, jo me prit deri në momentin final. Po, si është në të ardhmen e trajtimit të alergjive? Do të kemi ndonjëherë kur të plot, apo gjatë gjithë kohës do ta kemi këtë pyetjen që nuk i dihet, mund të kthehet, mund të eliminohet, mund të zhduket, mirë po pas një kohe prap mund të kthehet alergjia njëjtës në ndonjë alergji tjetër? Si mund të ta kemi të ardhmen tonë? Po, situata qëndron shumë më mirë se që ka qenë 10 apo 20 vite të kaluara. Dhe në një të ardhme të afërt mund të themi që problemi i alergjive s'ka më qenë problem i të shkuarës. Do të jenë shumë mirë të trajtueshme. Edhe këtë moment që po flasim, trajtimi i alergjive bëhet në mënyrë shumë të mirë. Kemi forma të ndryshme të trajtimit të alergjive, duke filluar nga barnat e thjeshta, duke filluar nga antihistaminik, antileukotrienët,
kortikosteroidet, qoftë oral apo nazal, të gjitha këto e bëjnë një remision ose një qetësim të mirë të simptomave alergjike. Tash, shumica e pacientëve kanë shpresën e kemi edhe ne, por shumica e pacientëve e kanë shpresën që me pas një lloj butoni magjik ashtu, edhe me eliminu gjitha reaksionet alergjike. Momentalisht nuk ndodh diçka e tillë. Po kemi diçka të parafort, pra është terapia imunologjike, formë vaksinimit. Pra, çka bën ajo është që e mëson organizmin që të mos reagoj ndaj këtyre substancave të cilat tashmë ka reaguar. Pra, i bën doza të vogla të alergjenit, pra në cilën ne jemi, ta zëmplurisht të pjak ose polenet, i bën doza të vogla, në mënyrë që trupi të mos mbi reagoj, dhe shkon doza duke u rritur gradualisht derisa të mbledh doza optimale dhe kështu jepet derisa të eradikohet, po them ashtu, alergjia. S'po them eradikohet sepse nuk ka statistikë 100% në shërimin e alergjive. Po mund të themi që remisioni shumë i fuqishëm, pra edhe me vite të tëra të mos rikthimit të simptomave mund të ndodhë me anë të imunoterapisë. Kështu që është një ndër format më të paraforta ose mund ta themi format më të mira për shërimin e alergjive. Tashmë vitet e fundit, mund ta them 7-8 vitet e fundit, në botë përdor terapia biologjike. Edhe kjo është një formë shumë e mirë e trajtimit, po jo e shërimit. Pra, është shumë më shpejt se sa terapia imunologjike në aspektin efektiv, po që terapia imunologjike garanton një farë forme remisionin afatgjatë, pra eliminimin e simptomave në formë të disa viteve, ndërsa terapia biologjike në momentin që ndërpritet, ekziston probabilitete, që e thash edhe më herët, në disa ditë, muaj edhe vite që të rikthehen simptomat. Nuk kemi dhëna të sakta sepse është terapi goxha e re. Pra, jemi shumë afër trajtimit të plot, edhe shërimit të plot alergjive, edhe shpresoj që do të ndodh shumë shpejt. Mirë, po ta krahasojmë me vitet e kaluara, ta themi vitet Po, ka zhvillim më të hapshëm, po. Kemi zhvillim jashtëzakonisht më të madh. Vitin vet ka dallime dhe risi të forta në smundjet alergjike. Kështu që vitet e ardhshme janë shumë premtuese në shërimin e plot edhe të shpejtë alergjive. Doktor, nga kur ishte e madhe që kisha për gjithë të pyetjet që ju bëra, sa i përket sëmundjes së alergjisë, e lash këtë pyetje për fund. Zakonisht e bëjmë fillim në të podcastit, por tregoni pak se si u profilizuat tek alergologjia. Unë personalisht. Po, ju, domethënë, cili ishte motivi, kush ju shtyri, apo gjithmonë e keni pasur këtë motiv në mendjen tuaj apo këtë ëndër, thënë më mirë, që ti jeni sot një alergolog? Pyetja më e mirë për fund, paska dosh më thënë, çështja mbitor. Unë gjithmonë kam qenë i prirur më shumë tek lëndë shkencore, si fëmijë i vogël, pra kam qenë shumë i prirur në biologji, në kimi, në fizik, dhe më pak i prirur në këto lëndët rekreative. Po. Unë në familje kam mjek, duke filluar nga nëna ime që është alergologe, dhe inspirimin e kam nga ajo. Mjekësinë e kam dashur herët, po profilizimin që ne përmendet ka qenë pikërisht nëna e cila e ka bërë inspirimin tem që ta zgjedh këtë. Përveç faktit që e ka bërë inspirimin, në farë forme ka bërë edhe formësimin tem akademik, cilën e kam e posedoj sot, dhe vazhdimisht është një person i cili mësoj prej saj edhe nga përvoja e madhe që ka në fushën e alergologjisë dhe imunologjisë. Përshëndesim nënën tuaj. Faleminderit. E përshëndes edhe në këto momente. Pra, babain e kam komplet ndryshe prej fushës mjekësore, është artist, pra është profesor i regjisë filmit në Fakultetin e Arteve, është regjisor me profesion, ndërsa nëna është mjeke, pra në dy profile të ndryshme, kështu që unë kam marrë nga të dytë, mund të them nga pak, po aspekti mjekësor thash kam pas prirje prej moshës së hershme, dhe vazhdimisht në kokën time është sill termi alergjia, alergologjia, imunologjia, qysh prej shkollës fillore. Asgjë nëse nuk kam bë, kam qëndruar aty afër edhe kam pasë çka po bën edhe kam pyet, kur është ja ka bë vetëm. Pse është ajo kështu, pse është kjo kështu, çka është alergjia, pse persona ndikojnë kështu, pse disa janë alergjike, disa jo. Edhe asnjë nuk ka përtu që më shpjegoj deri në detaj më temta. Madje ka kërkuar edhe më shumë sa që un kam pasur, ndoshta themi potencial atë kohë, në mënyrë që të kem pak a shumë një bazë. Asnjë nuk e ka bërë presionin psikologjik që unë duhet shkoj bile përkundrazi. Ka bërë një farë mini insistimi që mundesh me zgjedhë diçka tjetër, mos e merr kështu obligative. Po aq më ka fut në atë botën alergologjisë, më ka shtime u dashuruar një farë forme me alergologjinë, saqë një farë forme kam pas të pamundur me zgjedhë diçka tjetër. Ju sot jeni prind? Unë jam prind. Po, domethënë një djalë? Ne kam vetëm një djalë, dy vjeçar. Po. Ai ka ai ato specie si ju i vogël, a vrin ndonjë detaj tek fëmia, ndonjë lodër që e kap të
doktorëve apo Definitivisht me pas ditë që ma bën këtë pyetje kisha marrë një fotografi të cilën e kam, se kam shumë fotografi të tij. Shkoj një merr stetoskopat, sepse edhe bashkëshortën e kam mjeke, edhe kemi stetoskop në shtëpi të cilat I përdorim pastaj në punë. I merr stetoskopat, vjen I vendos edhe thot më dëgju baba. Edhe fillon ai më dëgju mua fillimisht, tani unë I marr edhe ndëgjoj ato. Domethënë një familje mjekësh. Nuk kisha dashur me ai imponu asnjëherë. Dhe jam gjithmonë kam qenë kundër prindërve të cilët imponojnë karrierën e fëmijët. Kur vje koha, ne mundemi me bisedu me kronën, kur të rritet, edhe unë praktikisht si prindër kam obligim që me pa ku ka prirje dhe ku ka mungesa. Sigur. Nëse ka prirje në fushën shkencore, atëherë pse jo me bo një kanalizim të parakoshëm. Po nëse ka interesat të tjera, absolutisht nuk do të jem ai prind që me detyru që me përcjell trashëgimin familjare. Edhe me thënë, po stërgjyshi ka qenë mjek, gjysha mjek, babi mjek, edhe ti dosh më bo mjek. Absolutisht nuk I kam atë mendësi. Ne kronët I urojmë rritje të shëndetshme. Shumë faleminderit Të lumtur fëmijërore. Shumë faleminderit. Dhe me shpresë që një ditë do t'i ndjeki ëndrat e tij. Definitivisht po. Fjalia më e mirë, ëndrat e tij janë kryesore, të cilat unë do t'i përcjellë gjatë jetës së tij fillimore. Doktor, kjo ishte e gjithas nga ajo që unë kisha përgatitur sa I përket këtij podcasti, mirë po nëse do doje ndonjë mesazh për fund, je I lirë ta bësh. Fillimisht tani po ju them faleminderit për ftesën. E kam ndje veten sikur në shtëpinë time, ka qenë diçka shumë e mirë në aspektin shkencor, por edhe relaksuese në formë të bashkëbisedimit, diçka që me shumë dëshirë do ta bëja prap. Se përket këshillat janë të shumta të cilat do t'i japja. Pa ajo sa përfundim është ajo cilën e përmendëm më herët, me që unë jam vetë prindëri dhe me që shoh çdo ditë prindëri të cilët bëhen, është që të mos e marrin këtë punën e zhvillimit të fëmijët me shumë stres. Fëmiu do të smuret, do të ketë infeksione, të gjitha janë normale dhe mbi të gjitha janë të detyrueshme. Organizmi I njeriut nuk mësohet apo nuk adaptohet pa u sprovu paraprakisht. Dhe këshilla përfundimtare është që lëni fëmijët ta bëjnë lojën e tyre jashtë. Mos I detyroni me qëndru brenda, mos I detyroni me qenë steril, po e quaj ashtu, sa I përket higjienës, të pastër, sepse në afat gjatë do të jetë e dëmshme për ta. Lëni me u ndot, lëni me lujt, lëni me u ekspozu ndaj këtyre bakterieve të cilat sado që duket që I kemi armiq, në fundit do të kemi me, sepse janë ato të cilat na mësojnë këto bakteriet e mira të cilat vetë I kemi. Ju falenderoj shumë. Faleminderit. Shikues nderuar, ishte ky podcast I shëndetin e parë e mbështetur nga United Hospital dhe kishim të ftuar doktoren alergolog Yll Ahmetaj. Do takojmë sërish në podcastin e radhës. Mirëmbëjtje.